kur jem feju. Fejesën e këna bo një fejes të ngushtë, nuk jem konë rane, nuk jem post rane, pi 15 vjetë ja kum nisë me fillu me punu, kum punu, pi 15 vjetë dhe ta është punoj. Fillimi u konë i shtirë. Pse e përmendë edhe ma herët që ka qenë fillimi i vështirë, të regonat qka ka bo dhe ma të vështirë për fillim. Ju konë Se fillime zakonisht do të me qenë normal, që po, kondër familja jam, kondër o konë familja e nusës normal baba, shumë tribre, shumë jena konë. A e kupton tash prej kësaj pike, prej kësaj moshe familjarët edhe lauritës edhe tutë pëse kanë qenë kondër? Po, normal që po, se zdo prind ka qef fëmija vetë mu shkollu, mi pasën, mi basanet e veta, me kriju jetë, për shamull na jena martu herët. Na për shamull nuk dimi shka me dalë mu knasër, nështë ta po kuptën qysh. Neve na kanë ro gajlet, neve na ka pjek jeta ma herët. Jena bo prind ma herët, na ka pjek jeta ma herët. 19 vjetë i kom pasën 17 vjetë laurita kër na bo prind. A më nuk keni pishman? Jo, nuk kena pishman, po kjo rast, po folë me realitetin, pi 15-13 vjetë një qef, më ndodhë një herë 100 raste, më kom veç një që më me ndodhë më realizu. Se ka qifte me mosht pjekur, për një lavgoje mu i më do. Që të dasha më nalë, qka është qelë si ju, qysh më në që a këni dalë për 10 vjetë, mosht ka është hershme me mbjetu me qenë bashkë, të ashenume dhe të lumëtën? Na, që ja këna dalën, gjithmonë kur kena pos probleme, kena kry vetëm na dy, nuk kena shti personin e tretë. Gjithmonë, si të shtijet personi tretë në një lidhje, gjithmonë kime pos konflikte, ma shumë edhe kime pos përqarje. Kur përtu personi tretë, a ki fjallin familjar të familjar, shoqëria, krejt komplet. Gjithmonë, sa her kom pos problem, se edhe nësët mëna me pos problem, se gjdo familje e ke po pak për lahun, bëjmë pak atë sa fytje, po zdo me thonë me publiku e këta, në mëna me folë me nusën tem edhe larkë fmive e zgjidhme problemin. Po që e ka bu me qenë kaq të pjekun, sepse shumë tri për me ditë me i mendu gjarnat kaq mirë. Po, jeta, jena bo bashkë, kur bosh prind, ki gajle ma shumë, tani edhe në ku fillu punën shumë herët, pi 15 vjetë më ka ra me taku njerës të pjekur. Edhe më për shkja arsye u konë edhe gajlet. O dash kur bosh prind të nuk më nësh me dalë, që po tak pëllu futbol. A u pendove pak? A e një pendu pak, Laurita? Jo. Ja. A ka pas në moment të vështirë që... Po. Ndoshta edhe keni thonë qka i kena bo vetës? Jo, kështu nuk ka pas shtirë, po kohën ma shtirë që e kom pasën, u konën kohën e Covidit. Pse? Kohën e Covidit të më shel puna, një më konën privat të punue, një më konën të punu kamarjerë, më shel puna, vojzën e kesha me aptamele, kom pas vojzën mujnë e 8, më kalin 1,450 sa shuplo ka dorës. Për atëherë u konën aptamile, u konën 15 euro me bleon e i kom pasën 7 euro e gjysë e kom pasën ditën. Qësha keni dalë? A ju kanë dimu familja? Po, se familja. Ju keni pas fillim komplikime, po pasaj familja besoj ka qëndru ofër. Normal që po, familja, se u konë shtirë, normal se ta shkërkosën të arritë fëmijën ty, po erë koha që ashtu që shumë ra problem, kena pas shumë vështirësi. Besoj që ti na i nakonën, unë po foli për realitetin, unë 7 antorë me 2 dhume e nakonën. Unë për TikTokit, për aplikacionit TikTokit, këmë bo me shpi, e këmë fitu me shmi me kejtë komplet. Unë nuk e mohoj, për ndime stymve këmë bohe, po nuk këmë dalë me li, për boks këmë hek korëne. Për 15 vjetë për punoj, po këmë hinë aplikacion TikTokit, edhe ja këmë fillu me ndërtu shpijen bashkë. Po në TikTok. Kur kena hije... Që keni marrë ka shumë audiencë, vëmendje dhe që sot keni arritë për mes TikTokot me kriju familjen edhe shtëpinë e juj. Po, une në TikTok në sefte kena bo para 6 vjetëve, 7 kena bo intervjistën e por, patëm shpërthy shumë me intervjist, po tani patëm nëjë se kena pos bullizime shumë. Kena posën fëmija me bo fëmija, ishme shumë të rija dhe i morëm gatë zemrës të sane dhe kom dollë në Kroaci. Kom shku e kom punu në Kroaci. Tani kom dollë në Francë 2 vjetë se kom posën nusën as vajzër. Azilant jem konë. Tani kur jam këthy, ja kom njës shpijës me ndreq me 180 euro, kom thash po du me ndreq një shpijë me 180 euro. Kena hi ndërtimin në ne kom bo, kje ma ka ndreq materialin e baba e. Kena hi live, kena pos 34.000 veta në live. Shka kanë gju gifta, mi kanë gju sot 100 euro gifta, 200. A ju kanë dimu edhe... Mi kanë gju gifta, edhe unë i kom këthy në manë pare, edhe kom ndreqën bashkë. I kom kalzu qështu live, qështu jem të bo qëtë blok, qështu jem të qështu, edhe e kom kaluë. Tani në fund u konën semi Dubajit, edhe Tarzani vloj që ne kanë që 30.000 euro për 4 orë për Dubajit. Wow. Edhe sot e keni shtëpinë? Sot e kam shtëpi me tënat mirat e kam. Plus ma ka pagu edhe panelën solar 13.000 euro. Ajo luks. Ti do në më një mu shamë mu për shpi.
Ti më nimon për shtëpia, më paneli solar është luks. A je falenderu sigurisht. Normal që po. Më përshtaj